Të paktën 20 grupe nga policia e Tiranës me urdhër të drejtorit të qarkut Oliger Torba kanë zbarkuar mëngjesin e kësaj të martën në zonat malore të Krujës në kuadër të operacioneve antikanabis. Për afër një muaji me hetime proaktive, por dhe me metoda të monitorimit të zonës me pajisje teknologjike, janë evidentuar disa parcela dhe objekte që përdoreshin për kultivimin e kanabisit. Operacioni ku janë përdorur dhe dronte cilësisë së lartë është rrirë në territorin e fshatrave të thella të Krujës. Gjatë kontrollave janë zbuluar dhe asgjësuar me anë të djegjes një numër i konsiderueshëm fidanësh dhe bimë narkotike kanabis. Gjithashtu shërbimet e policisë kanë intensifikuar punën dhe për kontrollin e ambienteve të mbyllura, ku dyshohet se mund të rriten bimë narkotike duke përdorur llampa. Drejtoria e Policisë e Tiranës dhe Komisariati i Policisë së Krujës në bashkëpunim me OSHE-n po punojnë për të zbuluar zonat me risk ku mund të kultivohet hashashi. Gjithashtu po hetohen disa persona që dyshohet se janë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.